Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se u tërhoq nga realizimi i reformës territoriale për të vijuar projektin e tij për shpopullimin e vendit. Nga folturja e kuvendit, Berisha deklaroi se kryeministri ka vendosur shkrirjen e 25 bashkive me qëllim për të shpopulluar edhe më shumë vendin, ndërsa ju bëri thirrje qytetarëve të protestojnë edhe kundër këtij vendimi. Edi Rama tërhiqet de facto nga reforma territoriale dhe mbyll procesin duke vazhduar projektin e tij të shpopullimit të plot të mëtejshëm të Shqipërisë. 25 bashki nga Konispoli në Krum, dhe kjo përbën një praktik të qartë të shpopullimi, po t'ju drejtuar qytetarëve shqiptar, ngriu në këmbë, për të mbrojtur interesat jetike të komuniteteve tuaja. Kreu i grupit parlamentar socialist Tauland Balla, ndërsa konfirmoi përfundimin e mandatit të Komisionit të Reformës Territoriale, u mundua të mohojë shkrirjen e disa bashkive kryesore, duke pretenduar se diskutimet do të vijojnë në shtator. Jemi në kushtet që komisioni e ka mbaruar aktivitetin. Bashkia as nuk preket. Preka Mirdita e Madhe nga thashë themet në shtator do të kemi përsëri kohë për diskutuar. Ishte Edi Rama i cili urdhëroi pengun e tij të veproj krejtësisht në mënyrë të njëanshme. Projekti diskutuar nga ju shkurton edhe 20 të pakten 20 bashki të tjera nga Kruja, Fusharsi, Mirdita, Gjerë në Konispol, Delvin, Finiq dhe tjerë. Por pak minuta pas kësaj deklarate, Balla pranoi se mazhoranca po ka përcen fazën e punës të komisionit që nuk janë ezauruar, duke përdorur si justifikim djegjen e afateve, ndërkohë që nuk pranuan zgjatjen e mandatit të Komisionit për Reformën Territoriale, siç bën me Komisionin e Reformës Zgjedhore. Dhe sipas projekt kalendarit, ne jemi si komision tek pika 4. Raundi i parë i konsultimeve dhe dëgjesave publike në 12 qarqe që nuk kanë mbaruar. Asnjëri nuk e di se çfarë do bëhet me territorin e tij. Hiqti dorë nga i raportimi seancën që vjen, se nuk ka vlerë ligjore më. E bëris me hile, sepse nuk lexoi kolonën e afateve. Lexoi vetëm pjesën e titujve të çështjeve. Më herët opozita kërkoi zgjatjen e afateve të Komisionit të Reformës Territoriale, ndërkohë që Partia Socialiste nuk pranoi, duke nxjerrë nga asirtaret variante të njëanshme të ndarjes së re territoriale që parashikojnë shkrirjen e disa bashkive.